Ai me telefon një 10 sekonda, si duke tu menu, a me po, A me thonë po ajo? Unë ndoshtë edhe palele tina e kësha bo, tash po bërën sinqert. Violeta nuk është më mesin tonë, po si do të qoftë dëshira e me për me këndu këtë këngë, erdi, po erdi për shkak vdekjes së saj. Ajo bashkë vdeq në 2020-ën, që atëherë kur filloi pandemia, tash me 16 prill. Edhe ajo nuk vdeqja për shkak Covidit, po për shkak arsyeve tjera. Edhe atëherë, kur ishim në pandemi, dhe më thë që të 2-3 ditë, që ishim total out, të mbyllën, tash, hajde, te provoj, filloj, për një dishka. Të më thonë, ka fillu prej 2020-ës, ka fillu, që të verës dikur. Sa është gogja përgjithësi e madhe me ripërpunu një këngë? Po, është ekstrem përgjithësi e madhe. Veçanarisht ekzekutimit, se në kombo pëtuj se kretë vetë, se mas i tha vetë, ta shumë e s'pëllav, do në tha që jo multi-instrumentalist. Po, gitarat i ka qëzu Lumi, ajo është shumë gitarist i mirë, është 2-3 bende që ta është, 3 bende besam. Edhe në një bende ka me Gent Goranin. Po, Gentin e kemi kolegë, po. Me Gentin e ka një band, që 3 djetë, është një band që kanë pasë promovimin e albumit. Po, ta është vonë. Po, ashtu Genti edhe ka qenë njeri prej inqizuzve në studion e ti, ku kom kry, kom qizu... E ke realizu kongën aty. Po, për ndryshe edhe në klip... Një pjesë e kom kry në shpe, një pjesë të aj. është edhe në videoklip që po shojmë në ekran. I kom thonë, Gele, si kom thonë, Gele, 1 sekund kime dalë një klip. Bonu gati, ja? Bonu gati. Ditë që ajo poza ati kështu ka qenë pak e lirë edhe ka dalë. Ja e kom premtu atë sekund. E tash, të kthehemi asaj duke ditë që konga e Violetës, por që duke ditë që është aty edhe Armendi, duke di a ke pas komunikim. Kom pas komunikim me Armendin. I ke tregu për kongën. Masi që e kom inqizu kongën, nuk ka qenë totalisht komplet kritin përvodume, sepse më ka pas mbet vokalit me inqizu edhe njëherë, pse njëherë kom inqizu shpes, s'kom qenë i knaqën, e kom inqizu të Genti, të Gele, shoku ju në kom inqizu edhe njëherë. Por para se me fillu me inqizu, e kom pa një, ndoshta mangësis, po di, po ndoshta me ashtu edhe një strofë kongës. Se konga e ka një strofë cila kënon të 2 herë. është strofa, ai bridge, refreni. 2 herë këndot, është soloja, kjo është një pjesë në mes, ku ta diun, edhe i thira Armendi, thash Armend, thash kështu, çka po ta marr mend aty. Thash unë më të qyzu kongë, tha veç përpara graj të dëshiroj sukses, por thash e kom një kërkesë të vogël. Thash e besoj që këtë kërkesën, thash veç ti, thash mundesh me ma leju, pse s'ka kusht tjetër. Thash kom pas dëshirë dhe kom dëshirë me ashtu kongës dhe një strofë, që mos me knu strofën e 2 herë. Ai me telefon një 10 sekonda, si duke tu menu, a me po, A me thonë po ajo? Unë ndoshtë edhe palele tina e kësha bo, tash po bërën sinqert. Por, si do qoftë, ka qenë mirë që e kom pytë. Luamber, tha, me të kalëzu drejta, për shkak originalitetit kongës, tha, unë e se kësha ndryshu, tha, e kësha lo që shtu që shështë, soj përket shtimit strofës, po, e kjo ka qenë kontakti me Armendit që kom pas, edhe ashtu që nuk është shtu strofa dyta, edhe pse kom pas gati të shkrume. Dhe më thonë, nuk e ke... Nuk e kom shtu strofa, sepse masi Armendit nuk pa dëshirë, më duk që Violeta, po më thotë, Luan, leave it, leq ashtu që shështë. Ashtu që ka qenë, ashtu le të mbetën. Me gjithë që unë mesin e kom dru, edhe fundin e kom dru komplet, e kom bo në atë verzionin të.